me qëllim të hapjes rrugë për bllokimin e procesit, konsideroj që forma e duhur që mund të hapë rrugën për konstruimin është votimi në mënyrë të fshehtë. Më 1 maj u propozua për herë të parë nga kryesuesi i seancës konstituive votimi i fshehtë për krye parlamentar. Ky propozim nuk u mirëpret nga partitë opozitare, ku sot dhe asaj dite kuvendi ka ngecur në votimin e komisionit për këtë mënyrë të votimit. Ndryshimin e votimit nga mënyra e hapur në mënyrë të fshehtë, partitë opozitare PDK, LDK e AK më 12 maj e dërguan për shqyrtim në gjykatën kushtetuese. Kandidatja për krye parlamentare thot se ky institucion është vënuar në nxjerrjen e një akt gjykimi, i cili do t'i hapte rrugë kuvendit për procedim tutje. Duke pasur parasysh praktikat, unë kam thënë që duke mos pasur një objekt, gjykata mund ta shpallë të papranueshme këtë lëndë, sepse duhet kishte një vendim të kuvendit për këtë. Mirë po presim vendimin e gjykatës, por nuk është në rregull që është vënuar kaq shumë. Një deklarim i tillë po vlerësohet se nuk qëndron. Sipas Melos Kolshit nga IKD, gjykata kushtetuese është brenda afatit ligjor për trajtimin e një çështje. Në asnjë mënyrë nuk duhet që të ndërhyjet dhe që të komentohet puna e gjykatës kushtetuese. Në 43 i ligjit për gjykatën kushtetuese përcakton që gjykata kushtetuese ka të drejtë që ta trajtojë lëndën ose kërkesën në afat prej 60 ditëve. Nga kushtetuesja thonë se janë duke trajtuar me prioritet. Kjo kërkesë është duke u shqyrtuar me prioritet nga gjykata. Vendimi do të merret pasi që gjykata të shqyrtojë të gjitha aspektet kushtetuese të çështjes së parashtruar në kërkesë dhe për vendimarrjen e saj do të njoftohen me kohë të gjitha palët e interesit dhe opinioni. Më 12 korrek bëhen 60 ditë që kur është dërguar në këtë institucion lënda për votimin e fshehtë.